Samiti I liderëve të Bashkimit Evropian ka nisur në mënyrën më të pazakontë për kryeministrin e Slovakisë, Robert Fico, I cili u përball me një incident në aeroportin e Brukselit, ku avioni I tij qeveritar pësoi dëme serioze pas një përplasje me një automjet shërbimi. Ngjarja ndodhi pak pas mbërritjes së delegacionit slovak në kryeqytetin belg, ku një automjet me shkallë për pasagjer u përplas me trupin e avionit në mënyrë të tillë që ky I fundit u shpall teknikisht I papërshtatshëm për fluturimin e kthimit. Lajmin e bëri publik vetë Fico në një postim zyrtar, ku ironizoi fillimin e samitit, duke I quajtur një hyrje të keqe në një samit të vështirë. Ai shtoi se avioni do duhet të qëndrojë në Bruksel për riparime, ndërsa nuk dha detaje të tjera se si do të organizohet kthimi I tij në Slovaki. Në të njëjtën deklaratë, Fico vuri në dukje me ton të qëllimshëm mungesën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në samit, ndaj të cilit ai rikonfirmoi mbështetjen e Slovakisë në qëndrimet e debatueshme të Beogradit në rajon. Kujtojmë se kryeministri slovak ka qenë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare edhe më parë, pasi në maj të vitit 2024 u qellua 4 herë nga një 71 vjeçar në një atentat që trodnditi opinionin publik evropian, edhe që u cilësua si sulmi më I rënd ndaj një lideri politik në BE gjatë 2 dekadave të fundit.